Përshëndetje. Unë quhem Engji dhe sot të mirëpres në sesionin e sotëm relaksues të yoga nidra që të zgjas rreth 20 minuta. Për 20 minuta e vetmja detyrë që ke është të gjesh një vend relaksues ku askush nuk mundet të të shqetësoj. Sa po të gjesh këtë vend që mund të jetë një karrika, një divan apo shtrati yt, të ftoj të shtrihesh ngadalë. Nëse të ndihmon, mund të mbyllësh perdet ose të vendosësh një maskë në sy, një shall ose çfarë do që të pengon dritën. Pozicionohu ngadalë, mbylli syt dhe merr çfarë do lloj pozicioni, lëviz trupin, lëviz muskujt në një mënyrë që t'jesh edhe 5% më rehat se sa je tani. Merr të gjithë kohën që ke nevojë që t'jesh plotësisht e relaksuar edhe gati për vizualizimin, frymëmarrjet edhe orientimin e vëmendjes nëpër trup me yoga nidra. Ku përsëris, detyra jote është thjesht të jesh, nuk ke nevojë të bësh absolutisht asgjë, veç të gjoh zërin tim që do të drejtoj përgjatë këtij udhëtimi rreth 20 minuta. Kurdo që ti jesh gati, dhe të kesh mbyllur syt, merr një frymëmarrje të thellë, shumë të thellë, ku të mbushësh të gjithë barkun, mushkrit, çdo gjë është mbushur me oksigjen. Mbaje fort edhe lëshoje çdo gjë përmes gojës. E provojmë edhe një herë. Mbushu plot me frymë.
Edhe nxirë nga goja. E provojmë edhe një herë. Merr frymë thellë, mbushë krejt barkun dhe mushkrit dhe pjesën e gjoksit. Edhe nxirë jashtë nga goja. Nxirë që mos ketë me oksigjen. Edhe pas kësaj vetëm merr frymë krejt normalisht. Tani të provojmë një frymarrje që vjen nga bota e jogës. Edhe në këtë frymarrje që ka efekt qetësues dhe ngadalësues për trupin. Ne marrim frymë për 4 sekonda, e mbajmë frymën brenda për 4 sekonda, e lëshojmë për 7 sekonda dhe e mbajmë frymën, të thot mushkrit poshtë për 4 sekonda dhe përsërisim ciklin disa herë. Mos u shqetëso, unë të drejtoj në zërin tim përmes të gjithë kësaj frymarrje. Fillo duke zbrazur mushkrit. Dhe nisim ciklin tani. Merr frymë për 1, 2, 3, 4, mbaje frymën për 1, 2, 3, 4, nxirë për 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Të mbaj mushkrit të zbrazura për 1, 2, 3, 4. Merr frymë për 1, 2, 3, 4. Mbaje për 1, 2, 3, 4. Të zbraze për 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Të mbaje të zbrazur mushkrit për 1, 2, 3, 4. Provojmë edhe një herë ciklin. Merr frymë për 1, 2, 3, 4. Mbaje për 1, 2, 3, 4. Të zbraze për 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Të mbaje 1, 2, 3,
4. Mas kësaj frymarrje, në anglisht breathwork, që ka efekt relaksues dhe aktivizon sistemin nervor para simpatik, cili ka funksion rregullues për emocionet. Mund të fillosh të marrësh edhe i herë frymë normalisht, krejtësisht si mas ratisë tënde. Në vazhdim, do të drejtoj përmes një skanimi të trupit, ku sërish detyra jote është thjesht të qëndrosh ashtu siç je, e relaksuar krejtësisht, dhe të sjellësh vëmendjen tënde në zonat e trupit ku do të drejtoj me zërin tim. Ashtu siç je, sjell gjithë vëmendjen tënde në pjesën e zemrës, të krahjet e vazhdueshme të zemrës tënde që punon vetëm për ty. Sjell krejtësisht të gjithë vëmendjen tënde në këtë zonë, të vetëm ndjej. Tani sjell vëmendjen në pjesën e djathtë të gjoksit, supi i djathtë, brylli i djathtë, kyçi i djathtë i dorës, pëllëmba e djathtë i dorës, kishti i madh, kishti tregues, kishti i mesit, kishti i unazës, kishti i vogël, të 5 gishtat, e gjithë dora e djathtë, mbushur plot me vëmendjen tënde tani. Kyçi i djathtë, brylli i djathtë, supi i djathtë, pjesa djathtë të gjoksit, zemra, pjesa majt e gjoksit, supi i majt, brylli i majt, kyçi i majt i dorës, pëllëmba majt e dorës, kishti i madh, kishti tregues, kishti i mesit, kishti i unazës, kishti i vogël,
5 gishtat, e gjithë dora e majt, plot vëmendjen tënde. Kyçi i majt, rryli i majt, supi i majt, pjesa majt e gjoksit, zemra. Tani e dërgojmë vëmendjen më poshtë, barku, të gjitha organet e brendshme, legeni i trupit, kofsha djathtë, gjuri i djathtë, pulpi i djathtë, kyçi i djathtë i këmbës, gjithë këmba e majt, këmba e djathtë, gishti i djathtë i këmbës, gishti i dytë i këmbës, gishti i tretë, e katërt, edhe gishti i vogël i këmbës, thembra e këmbës, djathtë, e gjithë këmba e djathtë. Tani shkojmë të këmba tjetër, kofsha e majt, gjuri i majt, pulpi i majt, gishti i madh, i majt, gishti i dytë i këmbës të majt, gishti i tretë, i katërt, edhe gishti i vogël, shputa e majt, këmbës majt, thembra e majt, e gjithë këmba e majt, mbushur plot me energji e me vëmendjen tënde. Qënë vëmendjen më sipër të legeni, kërthiza, zemra, fyti, gjuha, buza e sipërme, buza e poshtme, rryma e djathtë e hundës, rryma e majt e hundës, faqja djathtë, nga jashtë, faqja djathtë, nga brenda gojës, faqja majt, nga jashtë,
Faqja e majt nga brenda gojës. Të dyja faqet njëkohësisht. Syri djathtë, syri majt, balli, skalpi i kokës, pjesa ku ndodhen flokët, e gjithë koka, e gjithë koka me fytin, e gjithë koka me fytin, me kratë, këmbët, të gjithë pjesën tjetër të trupit. Sjell vëmendjen tek i gjithë trupi njëkohësisht. Plot energji, plot me vëmendjen tënde, thjesht plot. Lëshoje tani vëmendjen nga ty dhe thjesht merr frymë normalisht, pas një agjend tjetër. Asgjë që të bësh, askund për të shkuar, asgjë tjetër që t'jesh, përveç se këtu, duke dëgjuar zërin tim, duke bërë yoga nidra së bashku. Në pjesën e fundit të këtij sesioni, do të paraqes disa objekte. Dhe detyra jote është ti imagjinosh, ti vizualizosh këto objekte. Fillo me një peshk që noton i lumtur në një liçen blu. Vizualizo një peshk që noton i lumtur në një liçen blu. Një flutur blu. Vizualizo një flutur blu. Tani, vizualizo një perëndim dielli portokall. Një perëndim magjik, dielli portokall. Vizualizo një fëmijë që luan duke qeshur. Një fëmijë që po luan duke qeshur. Tani, vizualizo ose dëgjo në zërin e mendjes tënde
një det zhurmë të dalgëve që shkojnë para edhe pas, para edhe pas. Dalgë që afrohen afër brekut dhe largohen. Afrohen dhe largohen. Së fundmi, vizualizo veten me një buzëqeshje gjigande. Vizualizo veten tënde me një buzëqeshje gjigande. Duke qenë se po e afrohemi fundit për sot, të ftoj të marrësh një frymëmarrje të thellë, të nxjerrësh jashtë nga hunda. Të ftoj të lëvizësh kishtet e duarve, kishtet e këmbëve, si një mënyrë që të risjellësh vetdijen në realitetin ku ndodhesh tani, në vendin ku ke zgjedhur sot të praktikosh yoga nidra bashkë me mua. Të ftoj të bësh çfarëdo lloj lëvizjet që trupi jot ka nevojë tani. Qoftë kjo të sillesh në njëna anë, ose të shtriqesh, ose çfarëdo lloj lëvizje tjetër që ke nevojë për sot, për tani, për trupin tënd. Merr kohën që ke nevojë në mënyrë që të hapësh sytë. Kur praktikon yoga nidra, ti futesh në një gjendje të thellë, ku trupi është krejtësisht i relaksuar, njësoj siç kur je duke fjetur, por pa fjetur. Dhe në këtë gjendje ke nevojë për pak kohë që ta integrosh këtë gjendje relaksimi në ditën tënde, ku ndodhesh tani. Prandaj merr gjithë kohën që ke nevojë. Të ftoj që mos të futesh direkt në aktivitetet normale të ditës, por të marrësh kohën që ke nevojë, ndoshta të përgatitësh një çaj për veten, ose të dalësh në dritare dhe të marrësh disa rrezë dielli, nëse ke fatin të rrethohesh nga rrezet e diellit sot. Përndryshe, të ftoj të bësh çfarëdo lloj aktiviteti që të merr ngadalë dhe të integron në pjesën e mbetur të ditës tënde, dhe jo në mënyrë stresuese, por në mënyrë të butë dhe të ngadalët, siç e meriton ti të përjetosh në jetën tënde plot me mirëqenie dhe në ditën tënde të mbushur me mirëqenie.
të falenderoj shumë që qëndrove me mua këto 30 minuta dhe të ftoj ti tregosh vetes mirënjohje që investove 30 minuta në mirëqenjen tënde sot, gjë që në botën ku jemi 30 minuta tingëllon shumë egoiste, por ti jesh egoiste për mirëqenjen tënde është egoizmi më i shëndetshëm, i mundshëm. Të uroj një ditë sa më të bukur, ose një natë sa më të bukur, ku të ndodhesh. Dhe jam për herë e lumtur të marr një feedback se si ishte kjo sesion për ty. Mund të shkruash poshtë në komente, ose mund të bësh një like që ta di për të ardhmen që kjo video të ka ndihmuar. Dhe me zispres të takoj përsëri në sesionin e ardhshëm, që do vi shumë shpejt javës që vjen. Dhe tani të lë për sot. Të uroj një ditë plot me relaksim dhe namaste.